sepse nuk ekzistojnë, por me vërtet, do të thënë, duhet t'jesh aq i uritur dhe jetur për famë, për të pranuar keq trajtimet psikike dhe fizike që të bëjnë në atë vend ku isha unë. Po pse a thua ti të vërtet kjo? Se kjo që thot Linda tani, Linda Rej, ish banore Big Brother VIP Kosovë, e cila ka dalë në brëm, kjo që thot kjo është e rënd. Pra, të thuash kish trajtim psiqik dhe kish trajtim fizik, për mua është akuz e rënd. Shiko, ç'është e vërteta kjo në një farë mënyre. Shumë mirë bëri që doli që aty, për faktin sepse në rast të parë e kishte shëndeti i saj është prioritet, se ja futën pak portës kot, që është e vërteta se ajo aparatura, unë e kam edhe në shtëpi këtu, ajo aparatura është e domosdoshme, nuk ka shans ajo në momenti kur hyn, kur ta lë porosit që ditën e parë, 2-3 duhet vinte jo mbas një jave, sepse është jetësore, është jetike, është e shëndetit. Por akuzat që po bën Linda, që ka pas keq trajtim fizik, psiqik, psikologjik që ngatroi aty, është domethënë është alarmante. Ata të shkretët tani atje brenda po vuakan, nëse po i keq trajtohen këta psiqikisht ose fizikisht. Si është ky keq trajtimi fizik, më babam? Se nuk e marr veshur, se ku di un pa shkollë jemi. Keq trajtimi fizik kush është, si është, çfarë kategori shkon, deri në çfarë grade shkon. Keq trajtimi fizik, vlla, ku që e kanë rraur, e kanë dhunuar, e kanë qelluar, çfarë drejtimi e kanë bërë? Se kuptoj, e kanë vënë të punoj, se hajtë psiqik në një farë mënyre, hajtë se edhe mundet këtë, edhe në një farë mënyre një tjetër mund ta besoj. Okej, sepse ndodh në performate, fusin atë brenda, edhe të thonë që nuk e mirë, si e gjekundi, pse fle gjumë, ngelen gjumë, janë këto pyetjet kështu. Nxitse le të themi një farë, po fizik, më baba, të ma kish bërë mua në një kush fizik, unë kisha marrë vesh Stambolli. Po më vjen keq, se di, po na vjen keq, se di ku janë futur vëlla, në skllavëri, po janë sklever janë aty. Se sklever të famës patjetër që janë, patjetër. Po t'jenë edhe të asaj Big Brotherit, unë e di që s'lejo dhuna, baba. Nuk lejo as dhuna, as keq trajtimi fizik, as psikologjike, psiqik, as dhuna psikologjike, fizike, verbale, nuk lejohen. Kjo që thot Linda është e rënd. Është e rënd.